Më fali. U penduat? Nuk do të shkoni të ndihmoni? Jo, zoj, nuk do shkoj. Pa ju që nga në rrezik të madh, zotri? E di, zoj. Harova ta pyes ku e ka shtëpina. E tash? Tash, zoj, Zoti ndihmoft ose rahmet i pas shpirti. Po të vazhdojmë ati ku mbetëm, zoj. Jo pra, ja kini marë burrit tuaj djarin dhe kini hik. Jo, zotri. Burrima ka marrë djarin tim. Ashtu? Po, Në rregull tam. Ju zoj më tregoni ku ka shku burri juaj, unë e shkoj, e shpëtoj djarin dhe u asiroj. Ju faleminderit, zotri. Ja, do t'ju jap adresën. Në këtë letër shkruan adresa saktë e tij, zotri. Aha. E çfarë bët kështu, zotri? Po pse hani letrën? Diskrecion, zoj, diskrecion. Në profesionin tim nuk guxojmë të kemi asgjë të shkruar. Kreti mo e mend këto. Mos keni frikë. I kam regjistru në kompjuterin tim dhe sot e 500 vjet nuk harro. Oh, zotri! Po ti që ke i mrekullueshëm, zotri! Oh, po sa i mirë që je, zotri! Qetësoni, zoj, lutem, qetësoni.
Gratë e duan arin, arin me armen djen ju marin, marin. Gratë e duan arin, arin me armen djen ju marin, marin. Me zi presin e të martohen, me artë të pasurohen. Me zi presin të martohen, me artë të pasurohen. Me zi presin e të martohen, me artë të pasurohen. Me zi presin të martohen, me artë të pasurohen. Ju pëlqeu kënga? E bukur, fort. E unë si interprete? Jeni mrekullueshme se jush. Dhe të më angazhoni? Gjithsesi, gjithsesi. Merri të në shkruaj kontratën, ju si menagjeri muzikës që jeni... Që ka me falni, unë zënjush, nuk jam menagjeri muzikës, unë jam detektiv privat, polic popullor, si thon popull. Si jeni menagjeri muzikës, a? Jo. Qa u bëni atere këtu në zyrën e hujve? Gadal, si jush gadal, e keni ka buterën. Kjo zyra ime, garasha menagjerit është kjo afër nesh, por edhe nuk kjo angazhoj. Të më angazhoni? Po. Si këngëtare? Jo, si këngëtare, por si këngëtaresh. Që keni lindur për mua, që keni mrekullueshme, ju paguaj sa të doni. Që unë e dua të depërtoj si këngëtare, si artiste e stradës. Depërtoni mes meje, më parë do të punoni këtu. Edhe këtu është nisë sikur se në stradë, edhe këtu keni punë me hajna, me kriminal, si në stradën tona. Veç di sa marrë veshën këtë punën e juj, bre. Do të mësoni. Kërkohet diskrecion, guxim, aftësi, trimëri. Mos e keni kry kursin për karatiste? Kom kry kursin për Kung Fu! Jam kampione e Kosovës. Prej këtij momentit ja fillut puna. Rrogën do ta keni 200 marka. 300. E mandej pos. 300. Por ta dirë zë jush, të punosh për mua është punë plot rreziqe, jetë e rrezikshme është kjo. Ki punë me hajna, me kriminal, me lahpera, pastaj unë jam i vështirë, jam trim, jam punëtor i madh, të gjithë më thrasin Gjerman. Edhe unë jam e tillë, prej sotit. Kusht prej këty e ka pi e zeza, e tash kruju pak me zahmet. Si mendon të kruhem? Pagën, e du për para pagën. Në rregull? 1 muaj jene punë provuese. Edhe ti e 1 muaj në punë provuese. Bjeshade. Qa me ra? Bjeshade se marove. Kush është ki hajvan? Një poeti joni, ja kam kritikuar poezit. Eva, është interesant, këtu të ti shef. Shef, a ti droj keshat bre? Ti heki shtu të veshna si njeri bre. Në rregull, ja ku ke paravani. Ti më dirë. Hava, kame të njëmë, si këngëtare tu. Haj. Si tha se kem? E mine kom emnin, që më thrasin e minë, të në bombës. Dëgjo, minë. Mu më do të dali pak. Ti rri këtu dhe pranoj palet. Ansh? Pas gjysore, vjeni gazetari Bujkut. O dhe gazetarja. Okej. Pas 2 orë, mos e 1 orë e gjys, vjeni far Mustafa. Dhe ja kokën me qka të mundësh. Super. Nëse nuk kthehem për 2 orë, levon në shtëpinë time se më kanë ngrolla pjantë. Qyqe. Eva? Alo. Shiko mine, tu në këtë finjoki ke fashat. Tu e ke revolën. Dita përdorish? Mafu dhe gjitha një punë që më pëlqen. Unë pra po dalë. Unë e më i mullë këtu, a?
faqe,